qytetarët shqiptar. Shumë shkurt, në fund ju përmendet pak takimet me diasporën, diaspora po pritet këtë herë se çfarë vote do të hedhë me kaq shumë dhjetra mijëra njerëz që janë regjistruar për të votuar. Si e shikoni këtë? Së pari si fenomen, si risi dhe pastaj se si do orientohet vota? Unë shoh ky do të jetë viti i diasporës dhe fitoria e Partisë Demokratike do të vi padyshim si nga demokratët, të zhgënjyerit, si nga qytetarët të cilët jetojnë në Shqipëri, por fitoria do të vi edhe nga vota e diasporës. E kam parë në sytë e tyre, e kam parë në shpirtin e tyre, e kam parë në dëshirën e tyre për të na takuar, kanë organizuar vetë takime, na kanë thirrur, kanë dashur të na dëgjojnë dhe unë jam ndjer e lumtur kur kam parë vërtet shqiptar të cilët duan një ndryshim të menjëhershëm dhe pse jo të rikthehen në vendin e tyre, sepse nuk është e lehtë. E kanë këtë, sepse do ju pyesja sa e kanë këtë lidhjen me hallet dhe problemet e vendit së njeriu. Kur shkon diku tjetër, mendohet që krijon jetën dhe shikon atë vend ku ka shkuar, po duket se me zipresin ka shumë interes politik, ekonomik, të gjitha edhe për vendin që kanë lënë. Flasim shumë për qytetarët të cilët janë larguar këto 12 vite. Pra kam takuar dhe qytetarë të cilët kanë 31 vite në Itali, pasi kam qenë gati 7 qytete ku kam pasur mundësi që të takohem bashkë me deputet, por edhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike. Kam parë dhe qytetarë të cilët kanë krijuar familjet e tyre, kanë bazën e tyre, por janë me syt nga Shqipëria se çfarë do të ndodhë dhe kanë shpirtin të lidhur me Shqipërinë. Nuk janë të shkëputur, pavarësisht se kanë jetën e tyre shumë stabile aty, kanë krijuar bizneset e tyre, kanë ecur në jetë. Por ka dhe të rinj, ka shumë të rinj. Ne patëm një takim me komunitetin e Elbasanit në Itali dhe kishte shumë të rinj nga Labinoti. Dhe më erdhi shumë keq sepse ishin të rinj, shumë energjik dhe i pyeta se ku punonin, ata punonin në ndërtim. Pra, pse këta të rinj duhet të largoheshin nga Shqipëria? Dhe besom që kishin dëshirën dhe kishin shumë vullnetin që të shikonte Shqipërinë blu, pra të drejtuar nga Partia Demokratike dhe me kryeministër Sali Berishën. Okej, Silvi Bardi, faleminderit.